Europa që po shkon drejt këtyre vendeve tona dhe jo të vende që trakasin drejt Evropës. Dhe në mënyrën më cinike, që sot është midis nga njëra anë sigurisë tonë europiane dhe nga ana tjetër deficitit të demokracisë apo korrupsionit të lartë në të vende, raporti avantazh-risk është më për avantazhin. Pra kemi më interes të kemi edhe kështu siç janë në Evropën tonë, në mënyrë që mos të hyjë as Rusia as Kina, disa dëme që mund të bëjnë këto, që s'ka shumë demokraci për 2 milion shqiptarë ose për 5 milion serb, apo se ka korrupsion që Shqipëri mund të jetë 2 miliard, 3 miliard, që janë këto në krahasim që GDP e Evropës është gati 2.000 miliard. Në ky diskutim ende prevalon Genci, pra bëhet jemi në këtë pikë? Ky diskutim prevalon, po ka një problem. Ka një problem sot që të parat e nxorën si shprehje, e nxorën 2 media investigative, një holandeze, Follow the Money, dhe një franceze, Blast. To nxorën një shprehje që Marta Kos e ri morin brapa, që po i bën shumë dëm. Kjo shprehje është dakord, që për sigurinë tonë difusim kështu siç janë, edhe po qenë me cene, me tmeta. Problemi është se mbrapa mos qajmë në europianët, sepse kemi rrezik të fusim një kalë troje në Evropë. Dhe kjo shprehje kalë trojes, kjo po i bën shumë dëm Marta Kosit. Sepse ajo po i mbylli syt shumë, është ajo përgjegjëse që nuk alarmoi për kalë trojes. Ç'është kalë trojes? Kalë trojes ka 2 forma. Ke kalë troje ose kalë troje që bëhet pro një vendi armik të Evropës, sot është Orbani, pra Hungaria apo Slovakia janë kalë troje në fushën e sigurisë, që ti mund të jesh në Evropë, ti kupton se i fush në Evropë për sigurinë time, por ti e shkatron sigurinë sepse ke fuqi kalë troje, që ai ka një votë me veto, që mo. Dhe kalë trojës dytë cili është demokracia. Do të thënë që ti vjen zgjedhjet, po ti s'të bën dot asgjë ty ke vendi që vjen zgjedhjet, pse? Sepse ti ke veton që bllokon sanksionet. Do të shkollaj fare dhe kjo ndodhi edhe zonjës Marta Kos. Kali pari trojës ka qenë nga vendi Marta Kosit, ka qenë kryeministri i saj, që quhet Janca. Ai? Ka qenë në vitin 2020, ka qenë kryeministri i Slovenisë. Janca ka qenë në Dirama i Slovenisë, dhe cilësonte që është antar i BE-s prej 2004-s. E cilësonte në mediat opozita slovene, kujtoni zotin Marta Kos, e quajnë Mareshali Tito. Edi Rama i Slovenisë në 2020 që është Mareshali Tito. Shqipte mediat, opozitën, dhe kjo është ajo fantazma e frika të dedike europianët. Okej, ti fusim, po më vonë këta tregoj fytyrën e vërtet. Prandaj sot francezët, holandezët, po ndjejnë, shikoj, shpak me rrezik, se atëre po të shpjekin diçka, ti fusin pa i futur. Ti fusin pa dhënë drejt vetëve. Po, ky mekanizmi i ndërmjetëm, pa veto pa vot, po. As që bëhet fjalë për antarësimin, domethënë ditë dritë lartë. Po, dakord, po përdoret, dakord, po është një mekanizëm që mund përdoret në politikën e brendshme nga këta lider, pra është dhe kjo gjë, dakord. Shikoni, nëse se Bashkimi Evropian do mbyllte syt dhe veshët ndaj Shqipërisë, nuk do bllokonte fondet europiane. Patjetër, Ilda, e kam fjalën që dhe me këtë, dakord, po. Jam dakord, që ta përtypi gjatë ditës, por në fund të ditës hapa real të antarësimit nuk kanë marrë asnjë. Po Ilda, po ka një problem këtu. Jam dakord. Fondet janë të ndërprera, po ky popull ende nuk del të protestojë. Ky popull ende nuk del. Ky popull ende është pjesë zgjedhjesh që nuk zgjidhen. Dhe ne tani kërkesën e kemi pikërisht me syt nga Europa. Pra, jo me idenë që merrni na fusni me çfarë do lloj pavarësisht gjithçkaje, po merrni na fusni na bëni. Na bëni si vetja, pra bëni një qeveri demokratike, mos të jetë ky korrupsion i tmerrshëm e kështu me radhë. Pra, në këtë moment Europa vetë ka propozuar këtë mekanizëm. Çështja është Genci. Ky mekanizëm a mund të jetë një seri? Hoqi dorë. Hoqi dorë. Pse? Sepse edhe po të futeshin këto vende, siç doli një ide në Financial Times, kjo vetë Marta Kos e zuri frika Marta Kosin, nga personi që i bën, që do jesh përgjegjës ti që po fut kuaj troje në Evropë. Po. Atëre kjo, tek Financial Times para 2 javësh, sa bëjmë të gjë, por doli pa mundur pse, se dhe për t'ia hequr këtyre vendeve të drejtën e vetos, vendet të reja, ti duhet të ndrosh traktatet. Dhe për të ndruar traktatet, kush i merr vendimet? Kështu për kureshti, edhe për ta ditur publiku. Kush i merr vendimet? Duhet të gjithë sa bësh. Një sekond. Traktatet të reja
për ndryshim traktati që çdo adezion, pra çdo aderim i ri në BE. Pra varet nga parlamentet e këtyre vendeve. Pra dhe ky është shansi i madh sot i opozitës shqiptare. Një sekond, jo prit Ilda. Ja prit, s'është edhe më shumë se kaq. Sepse lexoja Le Figaron, është ndryshuar në 2009 me Traktatin e Lisbonës dhe është ndryshuar në një proces që ka marrë disa vite për të arritur deri aty dhe pasi u bën ato disa variante, e dim se ç'ndodhi, po kështu që nuk ndryshohet traktati. Ka dhe diçka tjetër dhe në rast se do të kishte vullnet për ndryshim traktati, unë lexoja Le Figaro, Genci kur më nis edhe ti artikullin se si i kujtonin pikërisht francezët mekanizmin brenda shtetit tyre për thënë tyre në raport me antarësimet. Dhe në fakt kishte të bënte me referendumin. Do shkruaj atë gjë. Po, kjo është pika e fundit fare, plus që Franca do e bllokojë sepse Franca është vetëm një vend që në 2000, në momentin kur u bë Tratati i Lisbonës, Franca një vit më parë, Chiracu para se largohesh përfundimisht nga politika franceze, i la një min me sahat, ndryshoi kushtetutën e Francës në 85 që thotë që pas Kroacisë çdo anëtarësim i ri në Evropë do bëhet me referendum të mbar popull francez. Imagjinoni dhe 67 milion francez të kenë referendum. Doni ju apo zoni ju Shqipërinë? Doni apo zoni Malnezi? Por do bëhet kasapan. Prandaj, prandaj duhet të varë këtu. Është fat i madh tani për opozitën në Shqipëri që nuk është më kaq kollaj thuash i mbyllim syt ke Shqipëria, ke Malezi, ke Serbia për korrupsionin, për të njeriu sepse na intereson siguria, sepse vetë problemi i sigurisë po del në plan të parë, edhe po ti futesh prapë në Evropë, prapë krijon problem sigurie. Prandaj sot mund të dalë si kryefjalë, mos i fusim në Evropë, po s'ken të pastra qelibare si neve.